Kosova po importon energji elektrike nga Serbia ishte i pavërtet. Përgjithën pyetje të cilat jem të ingrito... Po s'munësh se qatë rrugë e ko mas shumë t'i Vukamovic. Serbia na ka diktu. Këta zotnit edhe e din këtë punët e tjetën shumë mirë. Pretendimi i parë që e ka bo kolegja ishte që Kosova po importon energji elektrike nga Serbia ishte i pavërtet. Ju lutëm, të dhënat i kam këtu, nëse keni pak durim, dhe këtë duhet ta korrektojmë për publikun. Nuk është duke importu energji elektrike nga Serbia. Nga NOA. Nga NOA. Që tavolinë tha nga NOA. Jeta, e para pretendimi i parë ka qenë nga Serbia. E kemi demantu këtë. E kemi të dhënat po t'japi ty. E dyta, thuhet pastaj që po importohet energji elektrike nga EFT-ja. Më lejo t'ju informoj, pa asnjë ekuivokje, edhe të dhënat e furnitorëve. Këto do t'ja u bëj publike, i kam premtuar të gjithë gazetarëve, të gjitha faturat, faturë për faturë. Ka është importuar energji elektrike, nuk importohet energji elektrike nga EFT-ja. Këtë duhet ta kuptoni, se është me rëndësi. E treta, sa i përket NOA. Kush tha që tu importu nga EFT-ja? EFT-ja nuk është gjenerus. EFT-ja është shit, tregtar. Kur kush të thonë këtu që jeni tu importu energji të prodhume prej EFT-s. EFT-ja është operatori i transmisioneve që vlen alokimin e bartjes të autostradave energjetike, me cilat ju e keni licencu me 2 shtator 2021 dhe vazhdon marrëdhënia kontraktuale e këtij veni me EFT-n si operator bartjes. Atëherë, jeta. Gjenerimi o diku tjetër. Shikoje, tash më lejo t'i sqaroj. Kjo është vetëm për publikun. Edhe jam deputet, sikur shumë 100 edhe deputet. Kjo ka qenë për shkak të përshtypjes tam, që po e mbroj interesin publik. E para është jeta gjara. Këto, Po kuptoj cilë e formulimi këtu. Formulimi i parë është, kush importon energji elektrike? Nuk mundu në lezu kërkush përgjithën pyetje të cilat jem të ingrito. Si ju thot nga EFT, po e sqaroj edhe pretendimin e dytë. E para, jeta, si që shihni këtu, këto janë importet kër i ka bo keku. E shini të EFT-ja ka importu deri në këtë kohë. Nuk importohet më nga EFT-ja. Kanë importu gjatë kohës së PDK-s së LDK-s. E dyta është, shitja të prica të kekut. Si që shikoni këtu, EFT-ja nuk shesi më të prica të kekut tek EFT-ja. Është ndalu kjo. Tjetra, se përket e batit... Ndigjojmë tashmë veç pak urdhnojanin. Shetë e NOA. Të prica, sa për energji të prica. Qka problemi me non, Janin spjegoje për njerë, qka problemi me non? A din qysh, në procedurat e tregtimit të energjisë elektrike, jeta shkruan që bëhet ankondi, bëhet kërkesa për import energjisë elektrike, marrin pjesë edhe zgjedhet çmimi ekonomikisht më i favorshëm për ato që importon. Edhe bëhet e ditën. Tas çka ka ndodhur është që NOA del që e bën importin. Po këtu nuk është problemi se kish mujt kjo kit musanu si një farë tenderi që ka shku keq edhe ju ka dhënë dikujna. Kur tek ç'është, çka ka ndodhur në anën tjetër është shitja e rrugëve bartëse tregtare, mbrana për mbrana. Domethënë ti do me kalu nat on, po s'munësh se çat rrugë e ka mas shumë ti Vukamovic, edhe ty tu rritet çmimi. Çfarë me bë Kosova në këtë rast, çka kishte bërë bashkëpunëtor? Po çka kanë bërë dhe në 2026 nuk do të me marrë edhe kesko, tek tash ka i kesko në kapacitete vjetore, do me thonë rrugë bartëse, dush me kapacitete mujore, dush me kapacitete ditore. Nëse si plëcon punën e importit, kesko do të me shti kec për humbje, edhe sanohet kjo punë, që na so ma shumë me marrë rrugë për veti, edhe diçka tjetër, se po shosh që po thirësh në ona referencuse historike që s'kam bazë. Pse? Se në 2021 i kena marrë rrugë bartëse në energji elektrike. Nuk kena pas na kapacitet, nëse kene desht më herët me bo import, Serbia na ka diktu. Këta zotnit edhe e din këtë punët e tjetën shumë mirë, po nuk po do me pranu sot. Po, do me thonë, jena ka blok me Serbin. Serbi si ka konvenu me kalu rryma, mirë. Si ka konvenu, jo. Edhe e konë paka shumë i kurzum importi. Kure kena morë rrugë tregtare, edhe importin, kena abuzun ati.